e pyetja është kështu, Drelan. Drelan Efendi, më falë që thash Drelan. Se ti Efendi je. Ne është lirë. Bujari tha që Dreloni u largu pi shejt vetë në Siri, pi shejt Shazelive. Në Jordan. Ti tha Siri. Jordan. S'ka lidhje vendi. Drelan Efendi, a mund është pak a shumë me na kallëzu për tarikatin Shazeli edhe për bejatin që e ki marrë ti të shehu. Shazelive. Po. Jem të ngu me vëmendi. Unë ku marr bejat të shënuha, Nuh Hamim Keller, është me prejardhje amerikane, edhe e ka pranu islamin mosh 20 diçka vjet, është i martu me shqiptare, me Besa Krasniqin. Besën e kom pasur në shpim Prishtinë ka arte, unë e me nejt, edhe atje në Arabi, e kem pas kujshi. Unë e kom shku atje një xhami, imam edhe muezin me punu një xhami, edhe studentat atje, ata që kanë qenë magjistratur, lypshin punë, se u konë fakulteti, u konë masteri, që na konë magjistratur, në konë provim të shtrejta dhe u konë jeta shtrejt në Jordani, edhe shmica studentave shqiptar lypshin xhamia për me një imam, ose mizin, edhe se cila xhamia atje e ka një banesë të vetë që nëse hen imam ose mizin, edhe të jepi një farroge, po edhe banon në banesën e xhamisë pa pare. Edhe kjo në animoj ke shumë neve se kishim mundësi edhe me mësu, edhe mu fal, edhe pa pare xhamia, edhe ka pas bereqet. Tashti. Edhe unë shkova me kërkuan bashkësinë islame atje të Jordanit, masi që isha ardhur pi Medine, isha shku me kry masterin unë e gruaja me 2 fëmijë, 3. E shkova me lyp punë në bashkësi islame atje të Jordanit, edhe më thanë, valla nuk kena xhamia, është një xhami, tha pa, është mesin e sufive, tha, e a pranon me shku ti aty, se shokët e tu shqiptar tha s'kan pranu me shku aty, s'po pranon kur kosh piuve. Edhe unë e kisha bo një lutje, thash o Zot qënë të bukur jeti razi, edhe po më qa Zoti në xhamin Nor. Hajlikov e pranova, unë e kisha lezu, kisha një për Sufi, po nuk i njësha mirë, kështu s'kom nejt në ta, kur. Normalisht. Edhe më qoj Zoti në mitë disë Sufive. Krejt mahala aty u kone shënduhas, se më thonë mëridat e shënduhas, pi kalmosit, pi ketë botës, në shku aty, një 500 veta në konë, kam pas banesat veta, kam pas shkollë vetën, kam pas teqen e vetë. E tani, kur vike vakti namazit, ata nuk u falshin teqe, po vishin të na mu falë, se u konë teqja për balë xhamis u konë. Në teqe u bëjki zikri, u bëjshin ligjeratat, u bëjshin ato senet e tjera, kurset e krejt, amo në xhami vishin mu falë vaktit. Edhe une, aty imam, edhe mizin, peshon një she, me muridat e vetë, që një ke zoni, pe këshyri një mujdit e kom pa, kom këshyr, më ka do kësi shej mirë, të unë e kom pa dhe shej atjerë, po më do këtë që ky, atë sene që i thate dhe i praktikon. Sërës e shenuha o konë shumë i devatëshën. 15 minuta para vaktit viken xhami, me muridat e vetë zani, që një ke vishë bëjke zikri, i lidhë në Allahin, o Zotë, se shatë qka është kënjeri. Edhe mas namazit që ashtu, gjysë orë viken xhami, të bo lutje, të bo zikr, edhe del tani, muridat ja vesh, si më thonë, ja përgatit shinkunrat, në shaj respekti për ta. Ai shumë i devatëshëm, i vike keq edhe për çdo gjë, si më thonë, u konë shumë i mirë, nejse. Edhe vendosa, thash, po du më shku, thash, në teqe, me këshyrë shka bojnë këta, po shkojnë teqe, për një goj do ligjërat ati, po më pëlqejnë. Po më shku edhe në zikër, edhe në hadra, edhe se ma krejt ato që kam ata, më kam pëlqy. Edhe e kom pa një anër, shënuhen, edhe si kur Zoti po më thirë, më shku me morë bejat. E pava në anër që atje shërbimet sekrete të Jordanit i patën thirë që atëherë kur patën bo do sulme atje në Sirije, në Irake, në Iran, në SD, aty në Jordani, në Palestinë, ka pas shumë lufta rreth Jordanit. Vish Jordani s'ka pas luftë. Këtë shtetet rreth Jordanit në pakall çat kohë.
Edhe konë një vakt i vështirë, i Sisi e Iraku, e vishin shqiptarë, një Sisi e Abaden, konë vakt shumë i vështirë. Edhe i thirrshin studentat shqiptar, shërbimi sekret i shtetit me vetë kush e te çka e ka bën, ku e ka rënë. Din se në Jordan ka pas shumë azil edhe shumë njerëz që si di kush janë tek janë. Apo dene po nipi shqiptarëve aty që pi thirrin shërbimi sekret i thirrshin, edhe shërbimi sekret i Jordanit ka shumë i keq, shumë i egër. Më kanë thirrë edhe mu. Edhe nëse unë shkova ti me dhënë deklaratin për kallëzojnë, jam qështu, ju marrë me mësu këtu masterin, a kina i pun, a njena i kanë, a njen që të hena ma bëjshin, jo, bësë një, adin, nëse. Mas ti muje, kom pa anër shënuhen, dyqysh i përjashteshin shqiptarët i Jordanit e pavananëra, edhe kur erdhë vakti mu, me më përjashtu, unë e thash, lemni, thash se jam zënë si shënuhes. Edhe dyqysh nanër më diftu që shënuha më pështoj mu për këtyne rreziqeve, edhe kur ju më qunë sa bëne, se anëra u kanë pak më e gatë, vendosa thash, nashta Zoti më ka thirrë më shku me morë bejat të shënuha. Pa ditën e që shënuha, është e vërtet që shënuha me moridat e vetë, 30 vjetin kona të një Jordan, shteti i ka pasë në sytë mirë edhe shteti. Edhe kur për ty një problem s'ka pasë, në konë njerëz turë nuk bëjshën asë një problem. Asë nuk, edhe më thonë, edhe Arab që në konë aty, në lagjën tonë, falëshin mirë për nëzoncat e shënuhës, edhe livdeshin shënuhën, adin. Shëjton, apo? Shënuhën, thash. Okej. Qka shëjton, se s'po kuptajnë, se jem të ditë të... Jo, shëjton, të thëmë, Shehin tash, tash më zë shejtan, nuk përmena. Jo, është shëjton, po ma është takë, subhanallah. Aha, se ma qiti... Jo, falem, subhanallahi ve bihamdihi. La ilaha illallah. Edhe tani, po jem shku në teqe, edhe ku morë bejat, më ka pëlqy mësimet e shënuas, edhe sot e kësaj ditë më pëlqejnë shumë mësimet që i ka shpigua dhe i shpigon shënua, mu më kam pëlqy. Ka folë për zuhdin, ka folë për tesaufin, ka folë për akhlakin, ka folë për moralin, edhe që ato sene që i ka folë i ka bo. Amo, ta shti në konë aty dëmërida të shehit që nuk në konë talebe, edhe unë në gjami aty më isha edhe me zinë mu më nishin, edhe tani vazhdo më shku në teqe, e me një 2-3 pityne, adin të folë që shtu rapuna muavis, e une fola kesh për muavin. E tani në shku ata i kanë thonë shënuhes, këtë djali po folë kesh këna i muavis. Shënuha tani ligjëratën e arshme që e ka pas, se me thonë ka folë këna i qësajna ides. Edhe ka folë fjallë të mira për muavin, edhe më tha, muridat e mi, unë indaloj me folë kesh për sahabët. Edhe jo veç që kaq, po tha sahabtin kanë evlijat Zotit, na nuk bën me folë për evlijat e Allah. Vetë me vetë qysh në koft edhe Muavija evlija, po dalë për islami krejt. Apo den, çka po më vjen kjo fe kur çifti të lifar zullumçarit me kanë evlija, unë adin s'mosha me pranu hecën, unë kisha lexuar shumë për Muavin. Shënuha këtë sene nuk ka pa lexuar shumë, nuk e shisha që nuk në historinë islame nuk u koni fort. U konë të saofe, u konë zuhdi, u konë i fuqishëm, po mo, qashtit e historisë islame ka pas pik dopt. Ta shti. Drejnë e fëni. Ta shti, aj masanejo në këm kuptu që ma kanë dalu me folë për Muavin edhe për një arsye tjetër, se unë në konë njeri nështë nuk ka dash në teqen e ti me pas probleme, sepse u konë në mbikëqyrin e shtetit. Shtetin atë ko, edhe sa të kësaj dite, në Jordan nuk ka mundësiti me bot diçka pa të këshyrë shteti. Edhe vishin shpionat e shtetit edhe në teqe aty, me ditë çka po folë shënuha, do më thonë. Edhe çka folë edhe imami, edhe çka bën edhe mizini, edhe mo na përcjellsin krejt, na përcjellsin, se vend shumë i keq është Jordani, shumë i keq. Edhe Siria o konë qështu, edhe në kohën e Bashar Esadit, ai fotografinë e Basharit e ki pas edhe në WC, më falë shpreje, kur e hi e ki pas fotografinë e ti. Krejt shteti shpiona buri fort, adin, nëse si kanë shpion, një nuk ke mujt me mbjetu.
Edhe në Jordan që si katastrofe, domethënë ata të cilët janë shpiuna dhe janë me shtetin ata mbetojnë, ata të tjerë janë gjithmonë në lup. Edhe është shumë, është shumë shtet zullumçar. Është demokracia aty. Tash ti. Tani, ama ka ndalu shenuha se e ka besu qështu, anashta autut edhe për shteti s'ka pas fajt se ka menua që nëse kjo ngjarje bëhet e madhe mesin e muridave, ati i prishet veni, ja prishi venin edhe krejt muridave të ti, edhe kjo ka mujt me kanë. Po kur i tha evlia, sa i ka mujt me më thonë mos fal, ama kur e quti evlia, tani une e mora vesh që shenuan këto aspekte nuk është për mu dëgju. Edhe s'ja kom marrë fjallën kur atina për këtë sene, pse kom pas shehin ten. Edhe kom halasë edhe kësaj diti, ja puthi dorën, ja puthi ballin. Amo A i hallin bërë? për çështjet e Muavis nuk e negoj sepse unë kam sheha tjerë që negoj për këtë çështje. E kam Sejid Kemal El Hajdari që mi ka sharu këtë sene. Ka me një, Muhammed, unë e ndëgjovë balë mirë. A mi vetesë të viva. Po, unë e ka ngoj mirë. Ama ngo dhe ti mirë. Po, dhe ti ngo mirë. Unë të thash, tarikati Shazili ka mendimet mira për ma vinë. Komplet. Tashti, jo, bujar, priti shpak. Vishpak. Në në Kosovë, bo ma mi halat të një fjallë, Muhammed, se s'ku kam ko shumë. Tarikatet e në Kosovë, Muhammed, e kanë një veçori. Që shone kom dëgju edhe që shone i një, Muavin edhe Jezidin kur nuk i kena dash, nuk i kena livdu. Që kjo në dalon neve për shumë tarikateve në botën arabe, sidomos në Jordan e në Siri. Tarikatet e Jordanit edhe Siris, edhe të Egjiptit dhe i dikon. Nuk e kanë qëtë veçori që i kem pas na. Na ma shumë jem Alevi të na. Këtu në Kosovë ma shumë jem Alevi se sa sunet që shenë disa vene. Amo nuk jem as shia, pra jem mesane, as ne. Jem mesatar. E hëndijis. O ti, bujar. Dregan, kë tha që asët i piri i Shazelive e ka dash ma vinë. Kë tha? E qëre, krejt pirant, edhe ata të cilët nuk kanë fol keq, Allahu e di më mirë, është edhe Gazaliu për tyne, ndoshta, po thëmë, ose ndoshta nuk kanë pasë rastin me dit një pjesë historisë, sepse ka i herë, edhe pse je sheh, edhe je sheh i madh i tarikatit, je pir i tarikatit, kë nuk do më thonë që ti din të nasenet. E para, e dyta, edhe kur nuk kanë fol keq kundër Muavis, nështë nuk kanë fol keq, sepse e kanë kuptu çka e ka shty me bo Muavin ato vepra. Unë për shembull në psikoterapisët, unë jam i gatshëm me kuptu pse Muavia i ka bo ato vepra. Edhe pa e shahiq. Unë kuptoj që Muavia u rrit një familje të poshtër, babën e ka pas ashtu, nonën e ka pas ashtu, ai si fëmijë s'ka pas mundësi me dal ndryshe. Pra o dal mollë... O dal edhe me keqaj, shata. O dal pip i eger, o dal therr, o dal si me thonë, mollë e eger, ose ardh e eger, ose që s'po dish me thonë, morriz i eger. Edhe morriz i eger bën therra, bën morrizat eger, që s'han, janë tharpt. Tashti, a ka faj dikush? Pse Zoti e ka kriju ashtu? Po tashti aty, ai si me thonë, në 7 palë, po trashëgohet një farforme, mkati një farforme, ha? Si tash si s'mundesh me dal, ai djali si me thonë, i Aliut, nuk mundet me konë si djali i Jezidit ose Muavis. Se ka dallim edhe pi cilit bab po vjen, edhe në molla mirë pik në mollën e mirë, kanë thonë përpara. Ajo që më du me thonë është, para se mi gjiku njerëzit, hajde ti kuptojmë çka i ka shti që me konë qështu. I ka shti rreth, i ka shti mjedis, i ka shti edukata, i ka shti gjeni bisa, dësa një në trashëgume, në gjenë e ki. Së mund është një me konë si kur Alia, se ti si ki bab Ebu Talibin, as si ki bab gjysh Abdul Mutalibin. Kjo e ka pas gjysh i Ebu Sufjanin, pra ndaj e dali zit. Edhe veni ku... Bujari tha që Driloni
u ik për shetë vetë, edhe ka këthy shpinën, edhe nuk e të në mo. Unë e du se nuhen, unë e du se nuhen. Allah e ne kemi dëshmitar. Allah e ne kemi dëshmitar. I kemi dhe 200 e sa vetë që ta. A thashën e qështu identik që shta Muhameti, a boni shpifje kjo që tash? Identik, s'ka. Një ga pak e nësi ka. Lezoj koment. Bëma një halal, nuk muj me nejt ma shumë. Bëma një halal, kërkoj falje. Dhe Muhammed se nuk je hak. Për me mujt ti me mbrojt egu, nefsin ton ti dhe shpif. Bujar, bëma një halal, nuk muj me nejt ma shumë. Se cili është në halal, faleminderit, respekt. Për veti se cili është në hak, tash ti nuk mundë me ja imponu hakun ton kërkujna. Hadi ta kuptojmë se cili një tjetrin, për mu... Jo, Tolok, kur është e vërtet. A ki marrë preqeshin, a ki marrë, jo me s'ma qëtë dorën ti mu. Vesh pak. A ki marrë preqeshin për drejnonit, është shazeli hala. Po. është shazeli hala, nuk është. Kush? Drejnoni. Në kofë shazeli teologi që unë e kokën e heki. Por vete pra e ki këtu nelt, vete. E ku e ki teologin, që ku ki vete. Vete ti. Jo ti vete, unë të thash, unë të dha teologit. Drejnona, e shazelia nuk je. Nefsit ka sfidu dhe se ka din të shkëllë. Ne ti për më ka zënë për nefës mu, më trollan, më budall. Mohamed, ki kujdes, Më në një halal, unë e do... që ki titull, Më këtë se ta shky, ftyrën ta shky. Tia? Majmon. Majmon je vetë? Qysh e ki të mrashme ta ka bo zotë edhe tjashme. Pa edhe ty për shiesh në vepra, në goj për shiesh kush je ti. Ik ma largo ma marë la per. La per hes largohat je hup. A përshen nefsi, she, mi thonë vetit kë marro për ty. Mi thonë veti, she, me qëtë edukat, me qëtë etik, me qëtë edep, marrë për ty me portur. Mi thonë veti, she, marrë kësi, marrë për ty, vetëm, pse nuk u pajtu, dulin fjallë t'ja njëse dhe me shpif, jo kështu. A përsheni vllazët e tarikatit me çfarë sheler keni punë. A përsheni ju me hibhonja që i nënshtroj këtu në pa parës ta. Pa vetë shehin, nuk gëzën ti me qilë ta savufin. Du më thonë, pa vetë këta, me hybi ti s'gëzën. Ku të thatë me hybi ta shej, i thatë me hybi ti nuk gëzën me dalë për pare me Dioni, me hybi du të më najë që ashtu, du të me ngu që si të loj sheha. A kuptoni vllazën, a kuptoni logikën e qëtën shëlerve. A atër valla bujari po folë kundër tarikatëve. Që kjo i përvatësën tarikatët ta? E do tjera? Marrë vallaj marrë është për shumë. Vëlloj, po m'vje keq, me tregu vetën. Ti, a di shka do ashtë me bu? Që unë për të tregoj, që unë e di atë taktikin e shëlerve të tonë. Ti do ashtë e marrë këtu, me në thonë, qyshe, se ti e mësun teqe, me hyp të tu, më s'me bu ciu ata. E jo, ti jetë të bujarit tash, të bujarë rëgova je. Këtu nuk ka si ciu, këtu është e hapën për gjithë krejt. Edhe ti tash më nove, në përmjet meje, këqëri se sheju këtu, ku të thamën e hu, ju duhet me bëhet dëstur. Kush je ti mëre? Më nënë ti që një ma po të vime dhe po të prekule, po të bimë sërë, po të aputhin dorë na. Hec mëre ik shka, hop ik se kërkush si je, për 5 parës vynë, për 5, që si njerës, turp është, mi thonë, unë për të thamë, merë ato heke këtheje ku i kilon, se si avlenë. 300 vjetë e 400 vjetë. Mara edhe 3000 vjetë me që ta gjese, po m'je keq, se ko ke konë që 300 vjetë e në kufur të hapër. E në kufur të hapër pas ka qenë. Po m'je keq, Muhammed, unë e të pashë në fillim, në start, kur janë nise, e në ajete kuranore, që ajte e keme mështin ato kurthat e veta, ti unë bohë në më ta, për shkak se mu m'nje, fort mirë ti mu m'nje kushër, për shkak që nuk ta respektoj këtë ideologjit kalpt. Mara o Shaziliu, a je ti, a o baba jam, 5 parës jam, janë armisë të lilbetit, je armik i jemi. A di pse? Profeti ka thonë, ai që është në luft me mu, do tjetë luft dhe den kiamet. Ai që është në paq me mu, është në paq me mu den kiamet. Ti tash, a je në luft me profetin, a je në luft me mu. Unë jam ai person që më ka mbroj ndjekësit e profetit.
Basar nuk o puna sabrit, se nuk është puna, unë nuk po di çka është puna sabrit. Nuk po di për çka vjet e tem, nuk o puna sabrit tu. Sabër kemi alhamdulillah. Po është një problemi që duhet një akthyni përgjigje. Apo duhet të në tash munal. Po thu sabër, okay. A lojmë ato tash të? Duhet një përgjigje, basar. Jo vëllav jam sabër, nuk o punë sabri. Shumica e kanë përdor këtë temin sabër, dëmek, unë të vazhdoj me ato avazet kriminalistike, rrugaqore, unë do në me bu sabër. Jo. Nëse po më vje keq, nështë ta më keq kupton. Sabri duhet më përdor në mënyrë ku të bëhet e padrejt. Për shembull, mu, nëse a ki pa o më ofendojmë, e më shajnë, ma kërcënojmë me familje, me kretë, unë e baj sabër aty. Kur vjen punat e një vërtet, përve punat e një vërtet, unë nuk po di shkar puna, nuk po do më të kundërshtu ty me fjallën. Alhamdulillah, sabër në kemi, por këtu jemi ka isqarojmë do gjana. Nëse na nuk isqarojmë, edhe më shifim në petë kun sabër, atëherë këto marrëti, a kuptove vetë, a e pove vetë. Tash për që o shë aj, më nënë ti që na du të me bu sabër, o shë, du të me bu sabër. Jo. Ajo është për mu shkort një rrugaq. Një sjellit rrugaqit e të regoj haptas. Një shë i edukum, i mirë, nuk sillet kështë mënyrë. Këtë e ban vetëm ai që e ka nefs. Pse? Nefsi ti ke, unë jam shëja, di me kanë ka full. Mara mi thonë, atë farshej që si, pash rasyt e bolit, moti ja u kam zirë zhapinet që i kinin mrena. Moti ja u kam zirë zhapinet. Po folë bujore kundër tarikate, që si tarikate që si ja, që ta tarikate që janë për armisht e lilbetit. Wallahi, këta janë armisht më të mdhej të Allahu subhanahu wa taala. Që e vllazët e tarikateve, kur po thuni që po më akuzoni, po i shini vetë me sy, nuk është vetëm një. Ne i kemi po me vitet e tëra, për vitet e tëra, kur i kemi po, që si farloj tarikate, që ku jenë. Atër jo, po jare po folë kundër tarikateve. I po folë një vetë. Po folë një vetë. Për të regoni vetën vetë. Tashaj, a di shka mënohet taj. Që si kërcnimi, bile, kërcnim, kështu direkt përse drejti, ma ka bo edhe një sheh imam që e qunë vetën. Sheh imam. Por, i ka dalë dardha me bisht. Dardha i ka dalë me bisht. E më ka kërcnu, ka me të vra. Unë jem konë komandant i EQK-s. Marë me me thonë, komandant i leshit. 5 parës jebën për këta sene. Ti mundesh me më vra, me myt, me mbo cop. Ideologjin teme, së mundesh kur me manal. Kur? Jo ti. Kur së mund të manal? Këta mund të manal vetëm Allahu subhanahu wa taala. Jo ti Muhammed e ti do far që si sheha, që si brdhoga. Marrë është për ty me shfaq vetën ashtu jam derë shehet, je derë katastrofës me që si ideologji. Çka po don tash Muhammed me kamerë? Po do me qit nefsin jashta, po do me qit anakondën jashta, bollëna. Turp, mas pare ti ma kështu reflekto me vetë vetën. Që unë po të mësoj. Unë po të mësoj, ty si shë, po të mësoj çka dush me bon që të moment çka bon e ti. Reflekto me vetë vetën, mi thonë, o Muhammed, qysh erdha unë në qatë drejgjë si shë, me i folë ata fjallë të fleshta. Që tu reflekta, a bën mira, apo bën mira, e jo ti tashën me të pranu në kamerë, edhe unë me të ngu ty, të shaj të ofendu. Ha? Turp për ty është, turp marrët kaft. E më vje keq për ata njerë që i paske marrë në qafë, me kësi mësime, e i paske eduku i ki marrë në qafë. Shumërita këtu të vinë, dërrisha të vinë që të njëjtët fjallë e i folin, pëse e në mësimit e juja prishta. Marrët du të me tharë. Menon ti mund që për më tuta, lahili, mes je far komandantja, far. Jo, mërë për 5 parës, ja, për ty kush jetë e kje. Se alhamdulillah jemi njerës,
I kemi se cili dy duhet, kur gjus ki ma tepër. Kur gjus ki ma tepër. Nëse me nën ti, me nej armë, me nej me kështim, harroat pun. Harroat pun. Bujrën, fallu. Atë të ndrojmë temën të. Selam alaikum, Haji Bujar. Wa alaikum selam. Selam i qof. Nefsun zekije, nefsi mutmain, ose na një manat, mës t'i përmeni tash, apo të regove cilin nefse përdore, ti që i ki 7 nefset, më thonë, nefsin e 7, merë me men. Nefsi 7 është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, ti e llogarit veten që je ndërregje me profetin Muhammed. Nëse je ashtu, me gojë se me vepra kërkasje, me gojë je ashtu ti, me gojë në muj me shku, mi thonë vetit, unë për mi pejgamberin, stakfirullah tu bulek. Po ti që pe nivelizon vetveten, ti që e nivelizon vetveten, se thush duhet mi arry 7 nefse për më bo shet. Ti e që tash nefsin e 7, barabart me profetin. A ka në gjashmëri diçka me profetin që kjo etika jote? A ka në gjashmëri me profetin Muhammed? Apo me iblisin lanatullahi alej? Apo më kupton Muhammed ku je? Apo më kupton mu ku je? Apo kupton tash vetë ku je? Qërë tash? Ti tash për momentin, mundosh me e bo një luftë që me mujt me fitu. Shejtani ka bu kësi cene. Gabimi ku është, duhesh me pas, më thonë pas në gabu, nuk ban kështu. Pa marë për asu shfa sheje. Se që kjo është nefsi që ki, që kjo veshja jote është nefs. Pse nuk lejon veshja jote, nuk lejon me pranu të vërtetin. Do më thonë, vetëm ata, gjahilin tonë, kjo është e jemi, veç unë shka të mëson jam baba sheje. Marë me me thonë, ki gjithë ti me ta, jo me mu, jo me mu, ki gjithë ti me ta, me ta të tjertë, unë edhe shumë kushit ja kun kritë shumë plak këtyre, a vëden, jo kësut miral fizikisht, me fjalla, shumë kushit, për që të në sheleve në gjako, ja u kumëra shumë plak këtyres me kësi sene, piturve që kanë bo, që kanë inmunu, me ofendu e lilbetin, alejmë sëlam, në përmjet jush. Ky është pra, dallimi që ehli bejti a.s. absolut nuk ka të bëj me që si njerë t'il. Nëse ti e do në lilbetin dhe tha që i njek, edukata lilbetit të kretësisht e tjetër. Ata që tha por është tash vlau harova tash, Basari, që tha puna sabrit. Imamët e ehli lilbetit a.s. vet Imam Aliu a.s. thot, bona sabër, sa që dhe sabri u lovë prej sabrit tim. Ti se më kupton të se si jenë këta. Tha bona sabër, sa që sabri u lovë prej sabrit tim. Nuk e di të sa më kupton. Por, kur ka ardhur puna për drejtësim me mbrojt fejnë e profetit, fejnë e Allahut, fejnë e profetit dhe mundin e vetë, ata kanë ndirë gjakun. Nuk kanë heshtë. Nuk kanë folë kufër, s'kanë folë kufër kështu majmuna, s'kanë folë kufër kështu. Ti je me nivel në 7 nefs, pe i përfatson imamët, se ti kur ta qesh ato i thu vetit Ali, duket veti Ali. A pe e kupton kur dalimi tash Imam Alis me ty. Edhe ti tash më thonë tash, me ata që të ka kriju, tash tensioni që të ka ngrit, nefsit që është ka zëtnon tash, ti me unosh me bu një luft kum me dit katastrofale që me mujt me arrit qëllimin ton me më sfidu mu. S'mun është kur, s'ki mas pari bas, s'ki argument. Ja nisë me ata, unë me nisë me hima fel me ty, o kupton? Me nisë me hima fel me ty, në ma du të me nisë një luft me ty. Por unë të thash, pe e bojmë si vlazën, pa keq kuptime, por e nive vetën të ullët, pasi teologi i vërtetoj, atër e njëse me shpif për mu, sepse hajtë se bujari, sa kjo minoritet, ma gjopa, gabela, që gjithun një dha. Të Allahën e t'jam që jam e mbëzitar, mos e
Kur mos ta merran vetja ata çka jemi krenu për atë punë. Kur absolut. Kur mos u kërnon ata se 5 pare si ja për ty. Si kam dhënë 5 pare për njerëz më të mëdha që ti që më kanë kërcënu komandanta im kon, që si tipi tim, komandanta më rënë, i kam dhënë vallahi, thash veç që ka afliq gojen, se më kon ti që e me bën me vepër, ata që e bojnë me vepër i kanë sy tjerë, syt i kanë tjerë, ama gojen e kanë tjetër. Nuk din ti aba shtatë, nuk din për të cene këtu, edhe këti e ka folë në lef, nefs, lejt i këta pralla, i që, zuka zati mu. Modi, baba, du bist modi bruda, du bist, ich glaube schon, oder? Så att vi var moderator. Nuk ma ljes, fal me argument me fakt. Për çka po bëjnë që çuva ftesën apo bisedën për më zhvillu? Pa marrë parasysh më se kemi vret edhe një natë ndërhyshe, sidomos kur je kon live të ai Zeki, u mëllëshim në mesjaru ti ndërhyshe pa pik nevoje heq, edhe e lypshe vesh me atëra u du të me dëruna vesh me ngu. Okej, na të ngojmë, po jo gjana hamendje. Fakte, jemi në gjenë me dënu 24 orë. Fakte, argumente. Ama hamendje, ka thonë kë pa argumentu, lutem ma shkurta të në senave. Po, nuk, psa ki qenë live në erë ty, nuk unë kujtuar që ki qenë live aty të Zeki. Po, kam qenë aty, bile ke puna që erdhen aty që ju fendun ata aty. Kujtohet kur tha, që për ta qesë ndërmen. Kur tha në Iran, Homeini e ka pru shiizmin. A tha qështu? Që falem për Omerin, po. A beshen më, jo pa fakt. Më po me ndërhyna, ti e merë si kundërshtim me nënë që ty po të kundërshtot, këta janë gabime. Shiizmi në Iran është për mi 500 vjetë. Jo imam Homeini, se kërkushi nuk u konë imam Homeini, kërkushi nuk është taj. Jo, që kom thonë që e ka pru shiizmin, shtetin islamik, në Iran e ka pru. Shiet, unë i thash jo, nuk atër unë ndru tema, shiet tha, imam Homeini dhe i ka pru. Ta tema thash nuk këndës mu, për që ta bëndë më thonë? Dasim diçka për e libeti, qka është e faktume, nuk e di sa da mujtë mi përcel, ata dy ateistet. E kanë forë një gjatë vërtet, që me të habit, kur vike punët e Helel Beti. Mërë i të regoj ke thu t'i pi foli unë ata, jo e si shia, po thu që pi foli unë ata. Ama unë e di ata e kanë marrë një copy paste, se nuk kanë qenë për para. Tash vetim jenë duke i ripërsërit njajt atë gjana, kur vjen puna Buhariu, kur vjen puna të Muslimi, kur vjen puna të Imam Aliu që kanë bu padrësis. A i falë këto të zvërteta, kur unë ja u thesha, sunitve, këto të vërteta, unë në më thonë, u ofendasha, u shasha, u kërcnasha, të li farëzez, nështë e ki kuptu dhe vetë. Tash, kur e preja përmendin ata dy, këta vesh po rrini për ngojnë. Po ngon teologi, po ngon tjetri, beso i shkatrun. Po, vët kuptaj. Nëse në desha me bisedu diçka tjetër të hinë tash në temën atje. Vazhdo. Në stjala për tarikotet, dikon e ki mirë, po qështja është se tarikotet në Kosovë kanë dalim shumë të madh me tarikotet shtetet arabe. Unë i thash edhe ti, unë s'dosh me më kuptu. Është edhe vërtet, unë e kum një vetë Shenazimin, kur ka përmen Muavijen, i ka thonë radiallahu anhu. Shenazim Kaban. Po, ka thonë e vërtet është. Shenazim Edhe Kaban. unë më befasu, se për shembull tarikoti i njëjtë, që për marrë me Halveti, shembull, ka dalim shumë të madh me tarikotin Halveti që është shtetet arabe. Po, edhe ka disa tarikote që edhe Ebu Bekrin, edhe Omerin, edhe Osmanin e pasojnë. Është shumë e vërtet. Mirë po, të tarikotet në Kosovë,
Pse është dallimi i madh, sepse ka ndiku tarikoti Bektashi shumë në treva tona. Dhe me thonë, për që ato edhe ta me rydi ose shehi, kur t'i thushtu nuk mundet me besu, sepse ai s'ka pos kontakt me tarikotet në shtetet arabe, edhe për që ato ata dhe bohë nervëz edhe më lefusën se s'muj me besu që qaj tarikat mundet qështu më konë. Sepse tarikotet në Kosovë shumica janë alevite. Dhe me thonë, e pasojnë e libetin, për shkak se bektashizmi ka pos shumë dikojmë të madhë të tarikotet tuna. Për shembull, ose tarikoti Sadi është shumë ndryshe me tarikotet Sadi i një tarikat me shtetet arabe. Tash, a e bojnë ata se kanë frikë, se ka shumë jezita atje, a e bojnë pse i besujnë, e lavdojnë, nuk i di vish, për do me thonë se do të me pos tani një ori, edhe këta bojnë nervas, sepse për me kanë dallim shumë të madhë. Shumë kanë të madhë tarikotet e Kosovës me tarikotet e shtetet arabe. Për që ato dhe ju vjenë befasi kur t'i thushti, piri nuk i di për pirin, se di ako libra për ta, aman shehi, mundet me thonë Muaviju si qënë selam, aman Kosovë është ndryshe. Që aty tash ajo kontradikta. Mati, po e kom deklaru tarikatet në Kosovë, e thame ndryshe, e di kom të. Ama, më për shku për shembull, qërë kemi tarikatin Shazili në Macedoni, ose në Bosne. Nëse e merë tarikatin Shazili në Bosne, ata nuk veshin petkun e shelerëve në Bosne. Hoqë, taman jenë hoqë, Shazilit. Hoqën taman. Muavijen evlia Allah. Ebu Bekrin evlia Allah. Kë evlia Allah. Kënë njerëzve, unë distancona, pa marë për asysh kushke. Po t'i kthena në pytje vave, që ty në pytjeve po, muj më të përgjesh. Ama pytjeve, kur i merë përgjesh, ja nisë mësë nëj me nëzirë ato, aty, dhe më thonë, eskalon gjendja. Thot vave, a ka qenë Bashari Halveti? Jo. Nuk ka qenë. Në besoj di se Bashari ka qenë Alevi, qështu e di, nuk e di. Ama këta është problemi, Shqipe motor është problemi se këta nuk njifin me tarikatet. Edhe mendojnë që pse nuk hinin me ta, nuk i njohin për shembull mrena, veç fulin që ashtu janë krejt njësaj. Jo, se kura që ta më shqistin në thes. Bashar Asadi është Alevi Nusairi. Alevit Nusairi janë, ata thojnë haptas, Ali është Allah. Zot runa për këtune fjalëve. Aja është dashuri e tepërt për Imam Aliun. Muj me respektu dhe i diku për shembull për tragjedin që i ka ndodhur Imam Aliu dhe për Imam Husejni është identike. Por kur vjen te Imam Aliu, ata bele nuk e di që mazlomin e kemi këtu, u kon një dervish i pejes, që që pa temin e dervishi, a i vetë tha. Dalimi qaj dervishi, tash unë nuk po mujmi thonë krejt dervisht, po për dritona qaj dervishi shipe, pak e shkuptim për flasë. Qaj dervishi në tha, nërmjet neve dhe shive dhe dalimi tha kështu, shiet tha, e lavderojnë tha profetin Muhammed, ma tepër se Imam Aliun, tha kurse na Alevit, a i the këtash, tha na ma tepër tha lavdojmë Aliun se Muhammedin. Nuk e di sa jam i qartë, shumica e ndeshmitarë që ka thonë qështu. Kjo është kufër që ka boni e dervishin. Shqip që tu ka thonë që e para... Shqiptara? Po, që tu si ka që të lajnë para... Ti din se i Gjakovës në duke që me sa e di une. Jo i pesë është që vlohën mazlome keni. Nëse ti e një tarikotin atje, disa tarikote janë sunite, disa janë alevite. Po, ama... Tarikote i Shazeli është sunni. As një tarikot, motë, as një tarikot. As një tarikot nuk... Ka disa tarikote që pranojnë Ebu Bekrin, Osmanin edhe ato, disa nuk e pranojnë. E pranojnë vetëm Imam Aliun. Për këta krejt, ama mi thonë Imam Aliu që është Allahu. Ja, stakfarullah, ja është zbanar. A i që tu tha, a i përfshivi tash, e mor flamurin e krejt tarikateve dhe a i po folë nëmën tarikateve. Unë e kuptoj këta, se krejt tarikatet nuk e thojnë këta. Po, për që e merë guximin dikush, nëmën krejt tarikateve, me thonë tha,
Dallimi i shijeve dhe tarikateve është se ju shije tha ngritni pejgamberi Muhammed tha ngritni mbi Imam Aliut. Tha na jemi tha që ngritni Aliun mbi Muhammedin. Që ku kemi mazlumin, dëshmitar direkt që tukon, nëse është ashtu vëlla mazlum, nëse ma vërtetov fjalën. Ama nuk do të thotë që ai ka fol namën krejt tarikata, zonë dini veçuta. Ai që e mor flamurin me thonë ato që patat guxim e voft me amelet e veta. Po, ishim debat. Është gabim katastrofal që ka Nuk thonë. më konë Alia, bi Muhammedin se Alia e të ka trashigu dionin profetike prej Resulullahit. A i vetë ka thonë, unë jam dioni, Alia është purta, nuk mundet me qanë. Nesa nuk i di, kush e ka thonë, vishde ishta me thonë se tyne do shejave dhe me hëve ju vjen së di kur ti thu shtit të sene, sepse ata nuk i din qysh janë tarikatët në shtetet arabe, qysh janë në Kosovë dhe Shqipni. Po më vjet që di, Montash, më vjet që çiftit për shembull që ai sheh është, unë edhe njeh kush është ai. Që ai Muhameti, e njeh. Veç vallahi billahi. Mu, a di pse nuk po në vrikos na unë, ose nuk po bënë nervos për diçka që drejt për së drejti mu. Më vjet që di një sheh i Gjakovës. Një sheh i Gjakovës, që e din fort mirë shka cilët të na, me u shprej në këtë mënyrë, kjo më preki më tepër. So një njëm Gjakovarët e mi, i di ku që në Gjakovarët e mi. Gjakovarët e mi, se të mos shet, nuk e kanë këtë cilë e këtë edukat, por ky u treku një arrogant i papashëm. Vetëm pse nuk mujti me më sfidu në argument. Atër e nisë edhe me shpif, kur si boni punë edhe shpifja, ja nisi edhe me kërcënime edhe me shajtë dhe ofendime. E mu po më prej. E lertë e Gjakovës nuk janë kështu. Se na këtu nuk kena hi, as më shoh, as më re, as me vro kërkani na hi me bisedu, me mësu diçka opinioni tjetrit, me shprej mendimin tanë, ama arroganca nuk është e mirë. Arroganca ato nuk janë për një musliman, që i thot vetit musliman nuk mundet mi pas këtë virtyte. Ku kemi vllahun mazlum? Vllau mazlum, nëse une Allahun e kam dëshmitar, a është e vërtet atë natë që thaj, që po temnin ai dervishi? A është